Vera që po lëm pas do hyjë në histori si vera që dogji Edi Rama. Jemi në fund të muajit gusht. Po mbyllim verën më të nxehtë të viteve të fundit. Një verë aq përvluese që muaj pas muaj, javë pas jave, ditë pas dite, ka shkrirë dhe po shkrin narkoshtetin, kreun e saj, padrinon Edi Rama. Zjarret dogjen në Shqipërinë, këtë verë si rrallë në një vit më parë, vatra të shumta zjarresh, në Fush Kruj, Kruj, Dajt, Dibër, Bulqiz, Librazh, Puk, Finiq, Mallakastër, Gramsh e tjerë. Ato pothuajse nuk u menaxhuan fare. Fondet e emergjencës për zjarret kishin shkuar për koncerte për të shuar protestën. Por këtë verë, zjarret, si asnjëherë më parë, dogjen edhe më shumë se kaq. Zjarret dogjen tesrat e Partisë së Krimit. Siç kemi parë në video nga vetë socialistët që dogjen kartat e tyre në Poliçan, në Divjak, në Dimal, pa llogaritur këtu edhe mira e mira të tjera që u dogjen përfundimisht në bulevardin e Tiranës.